Mirë mbrëma, si jeti vazhdon për jetë. Të dielën, pasi mbaruam takimin e patëm pak gëzim për 8 persona, edhe ne t'ja pyetuar të Zotit, sepse ishte gëzim. Fjala e Zotit thotë që ka gëzim në qiell për çdo njeri që pendohet. Por gjithashtu fjala e Zotit shkruan te Ungjilli sipas Markut, kapitulli 16, vargu 16. Ai që beson dhe është pagzuar, do të jetë shpëtuar. Pra, nëse ne besojmë dhe pagzohemi dhe i bindemi dhe ecim në rrugën e Zotit, ne jemi të shpëtuar. Mëkati nuk ka më pushtet, edhe ne kemi jetën e përjetshme në jetën tonë. Fjala e Zotit vazhdon dhe thotë, por ai që nuk ka besuar, do të jetë i dënuar. Pra, ka një shpëtim dhe ka një dënim. Ata që nuk besojnë dhe nuk ecin në rrugën e Zotit, marrin dënimin e Zotit. Kurse ne që besojmë dhe ecim në rrugën e Zotit, kemi një shpërblim. Shpërblimi ynë është në qiell, nuk janë të mirat e kësaj bote, por është jeta e përjetshme, që është gjëja më kryesore. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë edhe të gëzohemi me gëzimin e qiellit. Dhe fjala e Zotit vazhdon te vargu 17. Dhe këto janë shenjat që do të përcjellin ata që besojnë. Pra nëse ti ke besuar te Jezusi, ka disa shenja. Shenja e parë është jeta jote duhet të ketë ndryshuar, duhet të jetë transformuar. Pse? Sepse Jezusi banon në zemrën tënde, prezenca e frymës shenjtë ka ardhur aty. Dhe kur fryma e shenjtë vjen në ty, fjala e Zotit thotë, në emrin tim ata do të dëbojnë demon, do të flasin në gjuhë të reja, do t'i kapin me dorë gjarprin, dhe nëse do të pinë diçka që shkakton vdekjen, nuk do të bëjë asnjë gjë të keqe. Do t'i vënë duart mbi të sëmurët dhe këta do të shërohen. Po çfarë është duke na thënë Jezusi këtu? Përdore emrin e Jezusit kur ti lutesh. Ka 3 armë që Zoti na ka dhënë. Jezusi kur u ngrit në qiell tha, unë e munda botën, unë po shkoj, por unë po ju lë emrin tim, po ju lë fuqinë që është në gjakun tim, dhe gjithashtu po ju lë që ju të luteni dhe të kërkoni dhe të shpallni fjalën e Zotit. Ka shumë rëndësi mënyra se si ne i lutemi Zotit. Filipianët 2:10 fjala e Zotit thotë që ai dha një autoritet dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër. Dhe kur ne mendojmë, kur lexojmë këtu që do t'i kapni me dorë gjarprin, nuk e ka fjalën për kuptimin fizik që ne do shkojmë tani të gjejmë ku janë gjarprit edhe t'i kapim me dorë. Gjarpri është simbolizimi i djallit. Dhe djalli ka një helm. Helmi i djallit është mëkati. Ne po shikojmë sot që bota po prishet, familja po shkatrohet, divorcet po rriten, krimi është rritur, hajdutëria është rritur, mashtrimi është rritur, dhe të gjitha këto janë hidhërimi i të ligut. Mirë po, fjala e Zotit na mëson që nëse ne besojmë në Jezusin, ne nuk do jemi si ato, jo vetëm që nuk do jemi, por ne do kemi autoritet mbi gjëra të tilla. Dhe Zoti do na japi fuqi. Pra duhet të them sot, Zoti të ka dhënë ty 3 armë që ti mund të mundësh situatat e vështira në jetën tënde. Gjëja e parë që na ka dhënë është emri i Jezusit. Që në emër të Jezusit të porulet çdo gjë. Çdo gjë të rrëfej se Jezusi është Zot. E dini që dhe djalli kur u përball me Jezusin tha, Jezus biri i Perëndis, pse ke ardhur të na mundosh para kohe? Djalli ka frikë, thot Bibla, dhe dridhet kur ne përmendim emrin Jezus. Prandaj kur ti ndodhesh përballë situatave, kur ndodhesh përballë problemeve, fjala e Zotit thotë që problemet simbolizojnë malin dhe Jezusi tha, ti do t'i flasësh malit në emrin tim dhe ai do hidhet në det. Prandaj nëse ti ke një mal problemesh që mund të dalë përpara, në një situatë që ka dalë përpara, ti do t'i drejtohesh me autoritet në emrin e Jezusit dhe ti do ta përdorësh emrin e Jezusit me fuqi. Ku e përdorim në emrin e Jezusit? Në emrin e Jezusit e përdorim në lutje. Në
Ne shkojmë dhe themi Atit, Zot, Perëndiu të lavdëroj, të falënderoj, dhe ne I kërkojmë gjërat Atit ku në emrin e Jezus. Ne nuk mund të shkojmë në emrin ton. Bibla thot, nuk ka asnjë emër tjetër që është dhënë botës për shpëtim, për shërim, për bekim, për çlirim, përveç se në emrin e Jezus. Prandaj sot mendo që të shkosh përpara Atit dhe të kërkosh në lutje në emrin e Jezus. Fjala e Zotit thotë në Gjoni 14, vargjet 13 e 14, çfarëdo që të kërkoni në emrin tim, unë do ta bëj, thotë. Kur ti lutesh, përfundo lutjen tënde në emrin e Jezusit. Kjo nuk është një formulë, por është çelësi që hap qiellin. Në emrin e Jezusit qielli është I hapur dhe ti mund të zbresësh bekimin nga qielli në tokë në jetën tënde personale. Ti mund të thuash në emrin e Jezusit, Zot, unë të falenderoj që kam shërim. Në emrin e Jezusit unë kërkoj paqe, në emrin e Jezusit unë kërkoj mbrojtje për familjen time dhe në emrin e Jezusit unë kërkoj bekime për jetën time. Kur I ligu mund të vijë me fuqitë e ligësisë në jetën tënde, përdor emrin e Jezusit, sepse Bibla thotë që në emrin e Jezusit ne I dëbojmë demonët. Djalli ka frikë nga kisha e Zotit, kur kisha e Zotit përmend emrin e Jezusit. Nëse ti do përmendesh emrin e Jezusit, je në makinë, të vjen një mendim, ke frikë nga aksidenti, shpall emrin e Jezusit. Dhe kur ti shpall emrin e Jezusit, largohen frymërat e aksidentit dhe ti kalon përpara. Kur ti përballesh me frikën, merr autoritet dhe shpalle emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit çdo frymë e lig largohet. Në emrin e Jezusit çdo prani e errët. Ti je ndoshta në një dhomë, ndoshta je duke ti ka njerëz që vinë kastile dhe debatojnë me ty, ndoshta edhe në punë. Ndoshta edhe në autobus. Dhe ti ndjen se ndjen një prani të errët, se e ndjen. Zoti ka bërë njeriu të ndijë gjëra. Por ama nëse ndihesh kështu, ti ke autoritet që në emër të Jezusit ti thuash fuqi e ligë në emër të Jezusit largohu nga unë dhe më thras fuqinë e frymës shenjtë. Unë ngarkoj atmosferën frymore në jetën time dhe thras gëzimin. Ti mund të kesh një atmosferë trishtimi, një atmosferë mërzitje, atëherë I thua në emër të Jezusit largohu. Ti e përdor emrin Jezus për shërim. Veprat e Apostujve kapitulli 3 vargu 6, Pietri dhe Gjoni I thanë të paralizuarit në emrin e Jezus Krishtit, birit Perëndis, çohu dhe ec. Pra kur ti shikon njerëz që kanë vuajtje, kudo që ti ndodhesh, ti thua a mund të lutem unë për ty. Dhe nuk je ti që bën mrekullim, por është fuqia që ndodhet në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit merr shërim, në emrin e Jezusit merr çlirim tani. Kur ti përballesh në situata me frikën, me vështirësitë, kur ti ndihesh I sulmuar ose kur ke atake të panikut, shpall emrin e Jezusit. Nëse ti thua vetëm Jezus, 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 Jezus ti je Zot, Jezus është Zoti im, unë nuk kam frikë, sepse Jezus është në mua, unë kam fitore, sepse Jezus është në mua, vetë emri Jezus mbart fuqi. Sepse do të thotë Jeshua që do thotë Perëndia shpëton, Perëndia shëron, Perëndia çliron, është paket. Nuk është vetëm një gjë, por është shumë gjëra për bashkë. Dhe kur ti përdor emrin Jezus me besim I palëkundur, fuqia e frymës shenjtë vjen. Jezus I derë prezencën e ti në jetën tënde. Përdore emrin e Jezusit. Dhe ti je përfaqësues I Jezu Krishtit. Pra kur ti përdore emrin e Jezus është njësoj si kur Jezusi të flasë. Pse? Sepse ti po përfaqëson Jezusin në tokë. Bibla thotë që ju jeni ambasador të Perëndis. Një ambasador është përfaqësues I shtetit të vet. Ti je përfaqësues I qiellit këtu në tokë. Prandaj merr zemër dhe shpallë emrin e Jezusit.
Arma e dytë që Zoti na ka dhënë është gjaku I Krishtit. Në emrin e gjakut të Jezusit, nëse ti ndihesh fajtor, nëse ti ke probleme të vërtetën me identitetin tënd dhe ka shumë njerëz që është bërë ves gënjeshtra, atëherë ti duhet të shpallësh gjaku I Jezusit mbi gojën time, gjaku I Jezusit mbi mendjen time. Dhe fjala e Zotit thotë në Zbulesa 12:11 që me gjakun e Jezusit ata fituan mbi çdo mallkim, mbi magjit dhe mbi frymrat e liga. Nëse ti mendon se dikush të ka bërë magji, nëse mendon se dikush të ka mallkuar, mos u merr ti mallkosh, sepse Bibla thotë mos mallkoni. Por çfarë? Shpall gjakun e Jezusit. Në çdo moment kur ti largohesh nga një vend që mendon që ka gjëra të tilla, ti thua gjaku I Jezusit nga maja e kokës deri te thëmbra ime në emër të Jezusit. Unë jam I larë me gjakun e Jezusit. Unë shfuqizoj çdo frymë të ligë, çdo frymë magjie në emër të Jezusit. Dhe Bibla thotë, edhe sikur t'ju japi të pini diçka në dëmin tuaj, kështu bëhen shpeshherë magjit, nuk do ketë pushtet në emrin e Jezusit. Pse? Se ti ke përdorur emrin e Jezus, sepse ti ke përdorur gjakun e Jezusit dhe nuk ka mëkat, nuk ka pushtet që të qëndrojë përpara gjakut të Jezusit. Gjaku I Jezusit është një mburoj e fuqishme. Në gjakun e Jezusit ne kemi shpëngim, ne kemi çlirim, ne kemi shërim. Dhe fjala e Zotit thotë te Galatas 3:13, në gjakun e Jezusit mallkimi është I thyer. Dhe ne kemi shëngërim dhe ne kemi paqe me Perëndim. Prandaj sot qoh dhe shpallën gjakun e Jezusit mbi jetën tënde, mbi familjen tënde, mbi fëmijët, niprit, besat, mbi gjithë brezat që do vinë pas meje. Unë shpall gjakun e Jezusit. Deklaroje me besim, shpallë me fuqi dhe thuaje me zë. Unë jam I larë, unë jam I pastruar me gjakun e Jezusit. Çdo mallkim, çdo frikë, çdo frymëlir largohet tani në emrin e Jezusit dhe çdo shkelje ime është e mbuluar me gjakun e Tij. Në çdo moment sulmi shpirtëror, ti mund të thuash unë e mbuloj veten time me gjakun e Jezusit. Gjaku I Jezusit mbi shtëpinë time, gjaku I Jezusit mbi makinën time, gjaku I Jezusit mbi çdo gjë që unë zotroj dhe ti ke autoritet të thuash se ata në emër Krishtit ti s'ke të drejtë të vjedhësh në jetën time. Unë shpall gjakun e Krishtit mbi financat e mia, mbi shëndetin tim në emër të Jezusit, mbi emocionet e mia në emër të Jezusit. Gjaku I Jezusit është ai që më çliron, gjaku I Jezusit është ai që më mbron. Ne shpallim gjakun e Jezusit tani mbi kishën tonë Satan, ti s'ke autoritet të vjedhësh asnjë nga vlezët e motrat tona, as shëndetin tonë, asnjë gjë në emër të Jezusit. Kthem mbrapa ata që ke vjedhur në emër të Jezus Krishtit. Ne të qortojmë dhe të urdhërojmë, largo nga jeta jonë. Ne shpallim gjakun e Krishtit si autoritet dhe ligu nuk mund të qasen, shtëpisë tënde nuk mund të qasen. Izraelitët kur shënuan derën e tyre me gjakun e Jezusit, angjëlli I vdekjes kaloi dhe nuk I preku. Pse? Sepse gjaku I qenjit gjatë risoj me gjakun e Krishtit. Ti ke gjakun e qenjit të Perëndis, ke gjakun e Krishtit sot. Shpallë në emrin e Jezusit. Unë shpall gjakun e Jezusit. Gjaku I Jezusit mbi veten time, mbi gruan time, mbi djalin tim, mbi vajzën time, mbi gjithë kishën tonë, mbi gjithë juve në emër të Jezusit. Unë shpall me autoritetin që Zoti më ka dhënë, gjakun e Krishtit. Dhe ne aktivizojmë autoritetin dhe fuqinë që ndodhet në gjakun e Krishtit. Ne shpallim gjakun e Jezusit mbi alidem për të shpëtuar ata që akoma nuk janë shpëtuar. Ne shpallim gjakun e Jezusit për të shëruar akoma që ata nuk janë shëruar. Zotë, lutemi shërim mbi trupin tonë, mbi kishën tonë, Zotë. Dhe lutemi në emrin e Jezusit për ata që na ndjekin online, shërim dhe gjaku I Krishtit mbi ta në emër të Jezusit. Perdi, manifesto fuqinë tënde, Zotë. Manifesto prezencën tënde, Zotë. Dhe lutem, Zotë, që nga duart tona, Zotë, të ndodhi shërimi, Zotë. Kisha jetare të jetë burim
shërimi, shpëtimi, çlirimi dhe bekimi në emrin e Jezus Krishtit. Halleluja, Zot. Arma e tretë që Zoti na ka dhënë është fjala e Perëndisë, është Bibla. Ne duhet ta lexojmë, ne duhet ta mësojmë, ne duhet të mësojmë vargje për mënç. Kur Jezusi u përball me djallin dhe do ketë momente që ti mund të përballesh direkt me djallin, ti duhet të flasësh fjalën e Zotit. Ti nuk do të flasësh për veten tënde, por duhet të flasësh fjalën e Zotit. Kur djalli të sulmon, thuaj, është shkruar. Fjala e Zotit është shpada e Perëndisë në gojën tonë. Shpalle me gojën tënde. Është shkruar që unë jam i bekuar. Është shkruar që unë jam i shëruar. Është shkruar që unë jam i begatuar. Është shkruar që unë jam i gëzuar në emrin e Jezusit. Është shkruar që gëzimi i Zotit është forca ime në emrin e Jezusit. Dhe gjaku i tij më pastron, më bekon dhe më shëron. Dhe fjala e Zotit thotë që unë kam autoritet. Fjala e Perëndisë është si një shpatë me mpret, se çdo shpatë me dy tehe. Dhe kur ti e flet, ka të njëjtin autoritet fjala e Zotit në gojën tënde, ka të njëjtin autoritet si fjala e Zotit në gojën e Jezusit. Prandaj ai na i dha këtë që ne ta përdorim fjalën e Perëndisë me autoritet, ta besojmë dhe ta shpallim. Dhe të ecim me bindje në fjalën e gjallë. Dhe ne do të përjetojmë një fuqi të mbinatyrshme. Zot, unë lutem sot, na zbulo fjalën tënde, Zot. Na zbulo, Zot, që të përjetojmë fuqi të mbinatyrshme në emrin e Jezusit, Zot. Edhe unë lutem, Zot, që të rritemi në një dimension të ri në emrin e Jezusit, Zot. Që ne ta përdorim çdo vëlla dhe motër në kishën tonë, Zot. Jo vetëm unë, por të gjithë, Zot. Ta përdorim plot autoritet, Zot. Besim në atë që shkruar, ki besim në fjalën e Perëndisë. Fjala e Zotit nuk është thjesht informacion, por është frymësuar nga fryma e shenjtë. Fjala e Perëndisë është gjallë dhe është vepruese. Mos dysho. Nëse Perëndia e ka thënë, është mjaftueshëm që ne duhet ta besojmë, ta pranojmë si të vërtetë. Edhe unë them shpeshherë, Zot, unë besoj fjalën tënde siç është. Unë e shpallë si ti e thua, dhe unë pres që të ndodhi në emrin e Jezusit. Ne do të shpallim dhe të rrëfejmë me zë. Çdo ditë, jo me mendje. Jezusi nuk e mundi djallin me mendje, me mendime. Ai foli. Është shkruar, Zoti është bariu im. Ti mund të thuash sot, është shkruar, Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon pranë ujrave që më çlodhin. Ai më përtrin shpirtin. Ai më çon në shtrikjet e drejtësisë. Ai më mbron nga çdo gjë e keqe. Asnjë e keqe nuk do t'i qaset çadrës time. Është shkruar që unë jam i bekuar. Është shkruar që unë jam i çliruar. Është shkruar që nëpërmjet plagëve të Jezusit unë jam i shëruar. Unë marr shërimin sot në emrin e Jezusit. Shërimi është i imi, unë e besoj sepse fjala e Zotit e thotë. Dhe unë kundërshtoj sulmet e të ligut në emrin e Jezusit. Kur ti je sulmuar me frikë, me dyshim, me tundim, thuaj, është shkruar në fjalën e Zotit. Dhe përmende vargun që i përgjigjet situatës tënde. Përdore në lutje, lutu nga fjala e Zotit. Thuaj, Zot, ti ke thënë se asnjë armë e formuar kundër meje nuk do të ketë sukses. Unë do të dënoj çdo gjuhë që flet kundër meje, nëse ti ke mendon që ka njerëz që flasin kundër teje, dorësoj ato gjuhë që do fajnë në emrin e Jezusit. Gjuhë fashëtheme, fajnë në emrin e Jezusit. Zot, e shpallim lirinë e emrit të Krishtit. Ne shfuqizojmë sot në emrin e Jezusit. Çdo fjalë abuzive, çdo fjalë që është hedhur kundër nesh, në emrin e Jezusit ne shpallim fjalën tënde, Zot. Ne qëndrojmë me fjalën tënde. Ne marrim autoritet, Zot. Ne shpallim emrin tënd, Zot. Ne shpallim gjakun tënd, Zot. Le të çonim kam dhe të adhurojmë Zotin. Le ta jetojmë fjalën e Perëndisë. Le ta jetojmë zjarrin e Zotit. Halleluja, Zot.
zërite pas me, unë shpallë gjakun e Jezusit, mi fëmijët e mi, të ras shërim, bekim, begati, në emrin e Jezusit, i bekoj ata, ati kërë janë, dhe i punojnë në punojtje, në emrin e Jezus, Aleluja, ati Zotë, dhe jam i dorë në vizje Zotë, Aleluja, këtë shkëvalë, dhe jam i Kristo, dhe i shpati qaku Jezus të bikua, dhe i shpata dhe shpati, qaku Jezus të bikua, unë marë bekim Zotë, marë shërim, marë shtirim, marë sukses, marë negativ, unë kam punë në jetë, qaku e Jezusit, qaku e Jezusit, Aleluja. Zotë po shkironë sot fuqinë e ti dhe prezencën e ti. Mere sot gjaku Jezusit me lëkurën ti me në emër të Jezusit. Shkirim venash ata që mund të kenë venat të pushtuara, shpallë, unë i kam të shkiruara venat e mia në emër të Jezusit. Shërim variqesh, në qoftë se ti ke variqe në këmbët e tua, i thrasë me të domat të hapën e emër të Jezusit. Çdo gjë që nuk funksionon mirë në trupin tënd, shërim, shërim në emër të Jezusit. Zemër, në emër të Jezusit, shërim nga zemra, shërim në emër të Jezusit, shpëllim, shërim nga diabeti në emër të Krishtit, nga tensioni i lartë, në emër të Jezusit. Ne shpallim emrin e Jezusit, ne shpallim fjalën e Krishtit sot, ne shpallim emrin e Jezusit. Shërim sot. Shërim në emër të Jezusit. Gjuj në emër të Jezusit shërim. Shërim nga gjuri në emër të Jezusit. Nga gabilet në emër të Jezusit. Neshka, shërim në emër të Jezusit. Brojtje në emër të Krishtit. Aleluja. Shpatula, shtyllka kurizore, shërim në emër të Jezusit. Kocka, rikrijim në emër të Jezusit. Muskuj, shërim në emrin e Jezusit. Të tym në vëndin shumë të shenjë, përmes gjakut të qenjit. Ne nuk kemi nevojë të sakrifikojmë asnjë kasht, sepse qenji Perëndisë është Jezusi. Manifesto sot shenja dhe mrekullinë në kishën tënde sot. Ka lavdia Zotit është e garkuar sot. Mere sot, mere në emër të Jezusit. Mere falje nga mëkati. Vendohu thuaj sot i Zot, më fal për këtë lloj mëkati dhe mos u kthem në atje. Aleluja. Aleluja. Shliro fuqinë tënde Zot.
Profeti Isaia tha, unë jam e buzë të papastër. Në qoftë se ke probleme fjalët e kista, në qoftë se ke probleme makime, me fjalë të hidhura, fjala e Zotit sot thot, hiqe çdo rrënjë hidhuri. Merr nga zjarri altarit. Merr nga zjarri altarit në emrin e Jezusit. Sot e dua nga zjarri altarit, Zot, me qabull të Zot, me prezencën të Zot. Halleluja. Eja frymeshi. Eja frymeshi. Sot e marrim shtëpi, Zot, në emrin e Jezusit. Ne marrim, Zot, nevojat të plotësuara në emrin e Jezusit. Thuaj sot, Zot, unë marr nevojat të plotësuara. Po nga ku i gjakut të Krishtit më mbulon, fjala e Perëndisë më drejton. Halleluja. Kërkoni më shumë, Zot. Shpalim të Zot, ne shpalim Jezusin Zot me kishën tonë, dhe ja direm, mi Tiranë Zot, mi kishën jena i bukuri, dhe mira, o Zot Perëndi, qesi që hap dyrë që mund të duket të mbyllura përpara teje. Nëse nuk ke një punë stabil,
Shpallë e emrin e Jezus, pa një thuaj, në emrin e Jezus, unë kam një punë. Në të shfaqet në emrin e Jezus. Në qofë se ka njerës të këqinjë, rrët e qarteje, në emrin e Jezus, thuaj largoni nga jeta ime në emrin e Krishtit. Shfuqizoj në emrin e Jezus. Çdo gjë të ligë në emrin e Jezus. Njerëzit e dur, ejani në rrugën time në emrin e Jezus. Ne I bekojmë familjet në kishën tonë dhe ne lutemi për familjet të reja. Në emrin e Jezus. Në emrin e Jezus. Frymëzim punorët të drejtimit. Merr kontroll në emrin e Jezus. Haleluja. Zotë të dorëzojmë ty, Zot frymë, Zotë të tërë të Jezus. Në emrin e Krishtit Zot largoj njerëzit e gabuar, Zot. Vendos njerëzit e dur. Në emrin e Jezus. Haleluja. Zot ne lutemi Zot që më shumë do paksohen. Zot ne lutemi dhe shpallim gjakun e Jezusit Zot, që më shumë do vinë në pendim Zot. Zot të lutem tani Zot, për vëllezërit e motrat e mia Zot, për të rinj që ndodhen ku Zot, përdori Zot në shenja dhe me mrekulli tani. Përdori Zot, që ndërsa ata shtrin duart në emrin e Jezusit, ndërsa ju shtrini duart, shërimi do vi, çlirimi do vi, bekimi do vi. Grini gjithë duart lartë, grini duart lartë, dërini vek lartë, grini duart lartë, grini duart lartë. Haleluja, Zot, unë lutem tani në emrin e Jezusit. Preki Zot duart e tyre Zot, preki Zot. Në emrin e Jezusit. Për një unë lutem tani në emrin e Jezusit. Shërim le të vinë nga duart tuaja. Çlirim në emrin e Jezusit. Kur ju të vendosni dorën, prezenca e Zotit do rrjedhë. Gjuhë të reja le të vinë. Në emrin e Krishtit Zot. Frymë shenjtë merr kontroll në emrin e Jezusit. Kërkoj më shumë nga frymë e shenjtë Zot. Thuaj frymë shenjtë eja dhe më mbush plot. Më përdor Zot. Ndërsa unë vendos dorën, kudo ku unë vendos dorën, thuaj bashkë mua, kudo ku unë vendos dorën, do ketë shërim, do ketë bekim, do ketë mbarësi. Njësoj si Jozueu, njësoj si Kalebi, në emrin e Krishtit. Amen. Haleluja. Haleluja Zot. Haleluja Zot Jezus. Prezenca e Zotit ishte e fuqishme sot. Edhe unë do të thoj që rikujtoj kur ti jesh në shtëpi, edhe fjala e Zotit thotë që ata që besojnë në Jezusin do të shoqërohen me shenja dhe me mrekulli. Dhe thuaj Zot, faleminderit që unë kam gjakun tënd, unë kam emrin tënd dhe unë kam fjalën tënde dhe në duart e mia unë kam vajosje nga fryma e shenjtë. Dhe mos u përtoj që kur ti shikosh dikë që ka nevojë për lutje, shtri duart e lutu, sepse aty do ndodhi mrekullia. Haleluja. Zoti nuk pret për heronj. Zoti bën heronj. Nëse ti thua pastoru nuk jam hero, s'ka problem. Zoti të bën ty hero. Njësoj si herojnë e Biblës, Gideoni ishte duke luajtur me barra, duke prerë barra, dhe Zoti vajti dhe ju afroi tha, tu gjatje ta u luftëtar trim. Me 300 ushtar, ai mundi mira të tjerë. Pse? Sepse duhet të shfaqet lavdia e Zotit. Haleluja, Zot. Faleminderit Zot për Gideonat që ti po ngrenë të kishë Zot. Faleminderit Zot për Danielat që ti po ngrenë të kishë Zot në emrin e Jezus. Faleminderit Zot për profet Zot. Faleminderit për apostol Zot, për mësues të fjalës tënde Zot. Faleminderit për pastor Zot, për ungjilltar Zot. Zot, faleminderit Zot për dhunti njohurie, diturie Zot, urtësie Zot, që ti po derdh në këtë vend Zot. Frymë shenjtë merr kontroll Zot, manifeston lavdinë tënde Zot. Frymë e Zotit po manifeston lavdinë tënde. Dhe çfarë ke parë deri tani nuk është asgjë. Ke për të parë plot bekimin e tij. Haleluja. 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 So fair indeed.
për gjakun tënd, Zot. Faleminderit që jetët tona janë të restauruara Zot për shkak të gjakut tënd, Zot. Faleminderit për fjalën tënde, Zot. Që ne Zot forcohemi Zot përmes fjalës sate, Zot. Fjala jote thot bindje në ne, Zot. Dhe ne marrim hapa besimi, Zot, sepse ne e dim kujt i kemi besuar, Zot. Ne e dim Zot që ti je i vërtet, Zot, ti je i gjallë, Zot. Dhe ne e dim Zot që ti je besnik, Zot, dhe fjalës sate, Zot. Dhe ne kemi parë, Zot, dhe kemi njohur, Zot, fuqinë tënde, Zot, dhe lavdinë tënde, Zot. Por e dim që ka më shumë, Zot, dhe ti duke ndërtuar, Zot, kishën tënde me rrënjë të forta, Zot. Dhe faleminderit, Zot, që pikërisht nga ata njerëz që ndoshta priten që nuk mund të bëjnë asgjë gjë vetë, ti përmes shenjë, përmes tyre do të shkundësh të kohën, Zot, do të ndryshosh situatat, atmosferat që rrit do të vi, Zot, sepse ajo që quhet marrësi për botën është forca e shpëtimit, fjala jote, Zot, Injilli, Zot, është forca e shpëtimit, Zot, për këto, Zot. Edhe ndoshta kryqi duket marrësi për botën, Zot, por për ne është fuqia e Perëndisë. Edhe është forca me të cilën ne mbahemi, Zot. Dhe faleminderit, Zot, për sytë kanë të hapur, Zot, për zemrat tona të zgjeruara, Zot, për të marrë kuptim të zbulesës të asaj që ti je, Zot, të natyrës sate, Zot, të karakterit tënd, Zot, dhe të vërtetësisë sate, Zot. Faleminderit për shenjë që ti vepron në ne, Zot, ti të ndërton për ne, Zot, dhe në dobësitë tona, Zot, ti ai që ndërhyn për ne, Zot, në shërbime të bagtregueshme, Zot. Edhe kur ne nuk dim, Zot, se si të lutemi, Zot, ti ndërmjetëson për ne, Zot. Faleminderit për shenjë që ti dëshmon brenda ne, Zot. Dëshmon zemrën e Atit, dëshmon që ne jemi bijtë të Perëndisë, edhe që ne jemi me vlerë. Po jeta jonë është me vlerë sepse Krishti vdiq për ne. Dhe ne do ta nderojmë këtë jetë dhe do të jetojmë për lavdinë e Atij që vdiq për ne. Faleminderit Jezus, të duam ty, Zot. Ne